Një shembje dheu në vendin e quajtur Mahalle e Përme në fshatin Reçan të Gostivarit ka ndodhur pas rreshjeve të fundit atmosferike dhe ka rrezikuar rrugën dhe disa shtëpi poshtë rrugës. Ndonse rruga është e kalueshme, lëvizja e tokës ka krijuar frikë dhe pasiguri tek familja 6 anëtar që janë i Sulejmanit, që është më rrezikuar nga kjo shembje. Pas vërshimeve që ndodhen dje rruga sipër shtëpisë sonë është shembul pjesërisht. Kjo gjë na ndodh gjithmonë kur ka rreshje shiu dhe kjo situatë krijon pasiguri tek ne, thot Sulejmani, duke treguar tokën e shembur në bregun përballë shtëpisë së tij, ku të çarat vren në çdo pjesë të saj. Po, në Roma ndodhi, në ditë natës. Unë gjopa kur ajo turma para, mon s'kishim që bëjmë dulem për jashtë, e qalloheshim s'kishim që ka dojmë. Për herë, kësa herë që bje shë i vdorë, kur ka për herë, kemi të rizikot. Kishim qëra herë din që vinë të unajat hipshin adia, mon është vendi lekështëja, mon nuk ka ndodhë si kjo adin që ndodhe tash. Në pamundësi përzgjidhur problemin me shembjen e dheut, Sulejmani si zgjedhje të vet me shenjë ndihmë nga komuna e Gostivarit. Ai ka kërkuar nga zyrtarët komunal të ndihmojnë ta rregullojë këtë punë, që nënkupton ndërtimin e një mburoje përballë vendit ku po shemb dheu. Ai ka tërhequr vërejtjen se nga shembjet e dheut në këtë pjesë rrezikojnë me 10 shtëpi, si dhe mund të mbyllet rruga për shtëpitë dhe familjet, të cilët banojnë në pjesën e përme të fshatit. Qofse ka mundësi të na ndihmojnë të vinë ta bëjnë që këtë punë tonë, është më herë ta bëjnë po. Qofse ka ndihmë. S'unë dësha të paraqisë edhe gjë dësha, po na thonë se është praznik nuk punohet. Thanë nisën e për tonën praznik nuk punohet, dëshim shkem ke komuna në Gostivart. Tanë për nesër e lam kusum shkem kryesia e fshatit me këto kretani e degës, bëdë sa më shkem ke një vizat beta të na ndihmonë diçka. Qofse ka mundësi, qofse s'ka mundësi. Unë jam 6 vjet antar, jam në rrezik. Për herë jam në rrezik. Nga komuna e Gostivarit kanë vërtetuar se brenda ditës së sotme janë informuar për rastin me shembjen e dheut në Reçan. Bashkim Hasani, shef në kabinetin e kryetarit të komunës së Gostivarit Nevzat Bejta, tha gjatë një bisede telefonike se nga dita e nesërme një grup ekspertësh nga komuna e Gostivarit do të dalin në terren për bërë vlerësimin e plot për situatën dhe në bazë të konkluzioneve të tyre do të merren masa për zgjidhjen e këtij problemi.